Tani do të kalojmë në një lojë tjetër se mjaft me këto lojrat. Mjaft me lojrat e bobekta, fillojmë me këto. Ta rëndojmë pak dorën, të keqen se tani këto lojrat që unë do të bëj tani konsistojnë në disa objekte. Do të jap një objekte dhe pastaj do të them çfarë do bësh me ta. Okej? E para. Një pelen fëmijësh. Si është e pelen? Atëherë. Pas asaj pelenës do duhet të fshihet një shitje. Pra, si do ta shesësh ti shipe një pelen? E zem sikur po bën një reklama, një bashkëpunim. Si do ta shisje këtë produkt shipe i Senaj? Përshëndetje njerëz të dashur, thjesht po ju them që për pak kohë unë mund të bëjmë nën. Jam shumë e lumtur, është një gjë që e kisha ndërruar prej shumë kohësh, tani është edhe mosha e caktuar, patjetër. Mbase mund të jem një nënë e vetme, mbase mund të ke baba këtu vërdall, po që nuk i dihet kur. Kam programuar këto pelenat për bebat, sepse unë dua të kujdesem shumë për fëmijën tim, për trupin, lëkurën, fytyrën, sidomos për byçën e vogël që mos të bëhet, mos të irritohet në fakt, se ngjan shumë keq kur thua do bëhet me puçra. Patjetër që do ta laj, do kujdesem mirë për të, do ta fshi me letra të lagura dhe do t'i vendos kremin në fund. Më pas, nuk do t'ja kap këmbët në një formë që mund ta vras, se është ndaluar, por që do spostoj pak nga ana e majt dhe do t'ja vendos pelenën. Unë do t'a blija këtë pelenë. Për zotin e bleva, mashit të lutem, mashit. Unë do e blija vetëm se shqipja tha do bëhem nën. Me burra po pa burr tha shqipja do bëhem nën. E bravo isha. Tani produkti i dytë. Më gjeti mua. Produkti i dytë është edhe më interesant. Grosh. Ja i han grosh. Këtë do ta them në një farë mënyrë që ty s'do ta merrte mendja ta. Hajde, unë kisha përgatitur po. Kam pritshmëri, mos më zgënje për këtë. Ja, nuk. Mendoj pak. Po mendon atë që po them? Kam pritshmëri, kam shumë. Po mendo problem që do ta zgënjeti. Mendo aromën edhe do të vi. Jo, nuk. Përshëndetje njerëz. Atëherë, ju do thoni çfarë dua me groshën këtu pranë meje. Në fakt, edhe unë nuk e kam menduar që do flisja ndonjëherë për groshën. Mua më kanë pëlqyer gjithmonë fasulet, por është një problem i vetëm. Nga vjen problemi? Problemi i vetëm i fasuleve janë gazrat e tepërta. Por ka dhe mënyra të tjera. Në momentin që ju i konsumoni në darkë dhe më pas janë të rënda e di, por thjesht po flas për shije. Në momentin që ju i konsumoni në darkë janë të shëndetshme, mundohuni që ta vini partnerin ose partneren përpara se ju të flini gjumë të flini ata. Ça fasur, janë vendi, janë vendi. Po, sigurisht janë vendi. Patjetër që duhet t'i hani, t'i konsumoni dhe t'i bleni. Shtë tash mos do më qëlloj edhe me këto. Se tash mbrapsh, por nuk ka probleme, rëndësishme është që ju më kuptoni. Kemi edhe një produkt të fundit. Po, patjetër, ai i fundit kam frikë. Produkti i fundit, e di si është, e pa mbaj kështu. Je për si këto magjistarë të kostë janë Lëre ta nxjerr. Produkti i fundit. Nuk janë të përdorur. Nuk janë të përdorur, i kam lar vet, për zotin. Kam sjell nga koleksioni im këto. Victoria Secret apo s'ka Victoria? Si do t'i reklamoj këto të brendshme? U emocionua. Si të ishte një mashkull u emocionua. Jo mi zemra meshkujt nuk je. Ska si shohim fare. Okej, pjesa e tantellës është shumë seksi. Nuk pëlqen kjo fjalë, por që këto e meritojnë këtë fjalë. Nuk kam shitur kurrë të tilla ose nuk jam bërë palë kurrë që të shoh për të shitur tanga ose t'i reklamoj etj, po që andale këtu çfarë nuk të bën. Janë me tantellë, mund të përdoren në mbrëmje të veçanta. Tani unë po futem edhe në mendjen e femrave, pavarësisht se nuk e di se çfarë mendoj meshkujt, por që më mirë ta çmendni ju mashkullin tuaj, se sa ta çmendni bota.
E bukur, Shqipe. Po që do vinim Shqipe e Sena në sikletë. Në siklete. Jam shumë zhun, po e kamufloj. Këto po i marrë se më duhen për atë mbromin që tha Shqipe. Ti vesh se Allah. Tani si ngjyra e tangave është tek rubrika e fundit sepse është caliente. Dhe nuk po të Pyetjen e parë Shqipe. Kështu që ti përgjigju. Na thuaj 3 personazhet e njohur që sipas teje nuk meritojnë të jenë në televizion. Mendoj, ta bëj kështu, pavarësisht se nuk kam asnjë gjë kundër atyre. Jo, pasi që thjesht shloj, ato nuk e marrin personale, është loj. Mendimi yt personal. Kemi plot njerëz që kur na pëlqen Shqipe, do na pëlqen gjithë. Po, I pari. 3, 2, 1, mendoj që të vjetrit, e ke parasysh? Emra. Ardit Gjevrea. Okej. Pavarësisht është mirë aty është Ardit Gjevrea, Rudina dhe Rudina Magjistari. Po dhe Alketa Vejsio. Paktën E paske personale me Klarë. Mua më the që nuk e kam. Jo, mendoj, disa mendoj duhet bëjnë paktën një 2 vjeçar pauzë, t'japin pak rinis. Do rinia që të futet për shembull në ekrane. Në klan po thua. Po duhet të shohim dhe rini, nuk po shohim fare rini. Domethënë, di si më janë bërë disa personazhe që kanë gjithë jetën në televizion, nuk kam asnjë gjë kundër tyre, janë suksesshëm, janë të mrekullueshëm në punën e tyre, bravo i qoftë. Unë i kam parë kur kam qenë fëmijë. Por që nuk i ndjek më. Fosfori, ta kupton, fosforishen, po mvrasin syt. Do robit i hapi rrugë rinis. Okej, pyetja e dytë. Kjo nuk është pyetje, por një sfidë. Merr në telefon tani Arian Konomin dhe pyet e si e. Këtë nuk ka shanse ta bëj kurse se thash që Ariani duhet të më kërkojë falje. Edhe në gjunjë the. Në gjujmë mbi gjitha. Okej, aspektin. Është i larë, i pastruar, për këtë mos kemë është i tharë. Kafshoje tani si një burrnesh si ti do e kafshonte. Kush Po tha të që kap, jam burr? po të kap në stedër. Po të kap në stet. Mendoj se është i trilec ose baklava. Mund këtë Jo, ai tani ha. Aja ta Me tani mafta? shqip, ti s'ta ka bërë syri tëtë për gjëra të tjera. Më jepi. Sa frika. Tërbo. Ashtu da. Ashtu, bravo. Hajde dhe një Lexojë pyetje. edhe tjetër tani shpejt që mos të ndjesh efektin. më ka fut kot. Shpejt e mbyllet. Se i kërshia. Tani situata do të nxehet, na thuaj kur është era e fundit që ke bërë dashuri. Pse i bëni? Nuk i kemi bërë ne, Ose betoni. di kush është autori. Nuk e dim kush i ka Ne jemi bërë të këto. ftuar mysafir një herë në javë këtu. Spec po mendoja, por që të jeni të bindur nga Shqipja që Ka ko. un kam se mbase është keq kuptuar, un kam 6 vite pa ul në kafe me një person, kështu. E mos ja fut kot. O Shqipe as mundësin për një kafe, E nuk kam jep çunave. po O mund Shqipe ta. seriozisht e ke? 6 vite pa 6 vite pa ulur në kafe. Pa për një proper Okej, date. pa ulur në kafe. Kjo e dyta që po thu ti as mendohet hiç. Si 6 vite mi? Kjo jo, nëse të shkoj mendja për diçka Po negative. pra. Ajo. As mendohet hiç ajo, jo. Më shumë se 6 vite? Jo, po s'mendohet. O Shqipe se na la zemra. Nuk mendohet fare ajo. A ja dilet? Mfal, a e Jo, kuptoni, wow, leta wow. ai Shqipe, a e kuptoni çfarë sa po tha? Kam mbi 6 Çfarë ti vite. them tani? Çfarë ti them? Nuk janë 6 vite, janë shumë. Uj, të lutem. Nuk e fare, domethënë nuk mund Jo, po të bravo konceptoj. që janë ngespeci. E bravo njerëz se je tamam Unë jam burrë. një Ka zgjedhjet e Unë jam tij. një njerëz që duhet të më ngrovësh zemrën, duhet të më ngrovësh mendjen, domethënë duhet të eci shumë me anën emocionale. Po nuk pa të anën emocionale tjetër. Lidhje Po, shpirtërore. lidhja shpirtërore, unë kam shumë të rëndësishme mentale njerë, por nuk arritet, domethënë të më kapësh për mend. Mund të pëlqej, mund të afrohem, po të largojmë direkte. Dhe E ke puna shumë të është, problemi rëndësishme është që këtë. duhet më mbash. Pra s'ka dal një që të ndaj. Ska pasur shumë rë. Dhe me këtë deklarat, El Danoços në es për qarkës. e vërtet. Ka për qarkës. Me këtë deklarat që Danoça s'ka për qark, ne do e mbyllim UTF dhe për sot. Kemi dha të gjitha. Shumë faleminderit Shqipe që ishe Shumë faleminderit. Shumë ka qenë një Shumë super të intervistë, mirë. ne kemi shijuar, uroj ta ke shijuar edhe ti. Po patjetër, me njerëz pozitiv, unë gjithmonë jam No. qeshur. Faleminderit. Me të tjerë të Ka zihet. të tjerë të tjerë.
Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Shihemi javën tjetër. Mos harroni, bëni subscribe, andale alë për të mos humbur asnjë nga prodhimet. Dhe ne do të shihemi sërish çdo të hënë të mërkur live në orën 6 dhe të premten me emisionin kryesor në orën 8. Deri atëherë, mirupafshim. Andale!